Faturat e rrymës për muajin dhjetor përbëjnë abuzim të rënd ekonomik ndaj qytetarëve. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit KMDL ka pranuar një numër të madh ankesash nga qytetarët e Kosovës, të cilët raportojnë se faturat e energjisë elektrike për muajin dhjetor janë mbi 70% më të larta krahasuar me muajin paraprak. Në reagimin e KMDL-s thuhet se është e pabesueshme, e pakuptueshme dhe e pajustifikueshme, sidomos duke marrë parasysh faktin se temperaturat mes dy muajve nuk kanë shënuar dallime të ndjeshme, çka përjashton nevojën për rritje të konsumit të energjisë elektrike. KMDL vlerëson se kjo situatë përbën abuzim të drejt ekonomik dhe rëndon në mënyrë disproporcionale mbi buxhetin e familjeve kosovare, duke thelluar varfërinë dhe pasigurinë sociale, thuhet në reagim. Po ashtu, sipas KMDL-s, ZRE-ja që nga themelimi i saj ka vepruar në mënyrë të vazhdueshme në dëm të qytetarëve dhe paguesve të rregullt të energjisë elektrike, duke fryrë faturat në kundërshtim me ligjin. Sipas KMDL-s, mbështetja institucionale që qeveria e Kosovës i ka dhënë ZRE-s e bën atë bashkëpërgjegjëse për këtë situatë, duke u identifikuar si pjesëmarrëse në varfërimin e skajshëm të qytetarëve. Po ashtu, KMDL i bën thirrje prokurorisë së Kosovës që të hetojë punën në ZRE-s që nga fillimi i veprimtarisë së saj. Sipas KMDL-s, ZRE ka paralajmëruar se në muajin mars 2026 do të shqyrtojë kërkesën e operatorëve për rritje të çmimit të rrymës, që nënkupton përkeqësim edhe më të madh të gjendjes ekonomike për pjesën dërmuese të familjeve kosovare.